Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 35 vjeçe dhe prej 4 vitesh jetoj në Tiranë me burrin tim. Ai është disa vite më i madh se unë dhe kur u martuam shumë njerëz më gjykuan jo vetëm për diferencën në moshë, por edhe për faktin që ai kishte një djalë nga martesa e parë. Do ta kesh të vështirë, më thoshin shpesh. Nuk është njësoj të ysh në një familje ku ka fëmijë të rritur. Në fillim, edhe unë kisha frikë. Jo nga burri im, por nga ideja se si do të ishte të jetoja me djalin e tij në të njëjtën çati. Ai ishte 21 vjeç kur unë u futa për herë të parë në atë shtëpi. I gjatë, i heshtur dhe shumë i mbyllur në vetvete. Nuk ishte i pasjellshëm, por duke i qartë që nuk e kishte pritur mirë martesën e dytë të atit. Dhe sinqerisht nuk e fajsoja. Unë isha një grua e huaj që po hynte në jetën e tyre dhe po ndryshonte ekuilibrin e shtëpisë. Në muajt e parë, marrëdhënia jonë ishte formale. Flisnin vetëm për gjëra praktike, nëse kishte ngrënë, nëse i duhej ndonjë gjë, ose kur uleshim të tre në tavolinë për darkë. Ai kalonte pjesën më të madhe të kohës në dhomën e tij. Burri im punonte shumë dhe shpesh kthehej vonë, prandaj shumicën e kohës në shtëpi mbeteshim vetëm unë dhe djali i tij. Në fillim ajo situatë më bënte të ndihesha në siklet. U mundoja të mos ndërhyja shumë në jetën e tij, sepse nuk doja të dukej sikur po përpiqesha të zvendçoja maman e tij. Por me kalimin e kohës, gjërat filluan të ndryshojnë ngadalë. Një pasdite, ndërsa po rregulloja kuzhinën, ai hyri dhe më pyeti nëse mund t'i bëja një kafe. Ishte era e parë që më fliste me dëshirë dhe jo thjesht nga edukata. Ulëm në tavolinë dhe filluam të bënim muhabet. Fillimisht për universitetin, për Tiranën, për punën që bënte her pas here, pastaj bisedat tona filluan të bëheshin më të gjata. E kuptova që pas asaj sjellje së ftohtë fshihet një djalë shumë i ndjeshëm, më shumë se sa dukej. Më tregoi për ndarjen e prindërve të tij, për mënyrën si ishte larguar mamaja e shtetit dhe për faktin që prej vitesh ishte mësuar të mbante gjithçka për brenda. Jam mësuar të mos flas shumë. Njerëzit gjithmonë largohen në fund. Më tha. Ajo fjali më preku, sepse për herë të parë e pash jo si djalin e burrit tim, por si një djalë që kishte kaluar shumë gjëra në heshtje. Dal nga dal filluam të afroheshim më shumë si njerëz. Jo në mënyrë të çuditshme apo të gabuar, por si dy persona që jetonin në të njëjtën shtëpi dhe po krijonin një besim të sinqertë. Ai filloi të më ndihmonte me gjëra të vogla në shtëpi. Ndonjëherë gatuanim bashk, ndonjëherë rinim deri vonë duke parë filma ose duke folur për gjërat e zakonshme. Madje buri im filloi të bënte shaka. Më duket se ju të dy merreni vesh më mirë se sa me mua. Dhe ne qeshnim. Por e vërteta ishte që mes nesh po krijoi një afërsi shumë e fortë emocionale. Një afërsi që asnjëri nuk e kishte planifikuar. Një natë, ndërsa burri im ishte jashtë qytetit për punë, unë u zgjova vonë sepse dëgjova një zhurmë në korridor. Dola nga dhoma dhe pash dritën e kuzhinës ndezur. Ai ishte aty, i ulur vetëm me kokën ulur dhe duart që i dridheshin lehtë. Në fillim mendova se mos ishte sëmur. U afrova me një herë dhe e pyeta çfarë kishte ndodhur. Kur ngriti kokën pash që sytë e tij ishin skuqur. Ishte era e parë që e shija duke qarë. Ai u përpoq të thoshte që ishte mirë, por duke i qartë që nuk ishte. Ula pranë tij dhe pas disa minutash heshtje filloi të më tregonte për një problem që po e rëndonte prej kohësh. Për presionin që ndjente, për vetminë dhe për faktin që nuk i kishte treguar askujt asgjë. Pas asaj nate në kuzhinë, marrëdhënia jonë ndryshoi në mënyrë që asnjëri prej nesh nuk e tha me zë të lartë, por që të dy e ndjenim. Nuk ishte më thjesht bashkëtesa e zakonshme mes njerëkës dhe djalit të burrit të saj. Kishte lindur një lloj besimi shumë i thellë, një afërsi emocionale që ishte ndërtuar ngadalë, pothuajse pa e kuptuar. Ai filloi të hapej më shumë me mua. Më tregonte gjëra që sipas vetë atij nuk e kishte thënë askujt tjetër. Ndonjëherë rinim deri vonë në kuzhinë duke pirë çaj ose kafe dhe flisnim për jetën, për zhgënjimet, për gjërat që na kishin lënduar.
Ajo që më bënte më shumë përshtypje ishte mënyra si më dëgjonte kur unë flisja. Nuk më trajtonte si gruaja e babait, ishte sikur më shikonte si dikë tek i cili gjente qetësi. Burri im vazhdonte të ishte shumë i zënë me punë, kishte ditë që kthehej vonë dhe mezi arrinim të hanim një darkë bashk, ndërsa unë dhe djali i tij kalonim gjithnjë më shumë kohë në të njëjtën shtëpi. Në fillim nuk i dha shumë rëndësi, madje mendoja që ndoshta po i bëja mirë atij duke i dhënë pak mbështetje emocionale që nuk e kishte pasur prej kohësh. Por me kalimin e javëve kuptova që ai po kalonte një periudhë shumë më të rëndë se sa unë mendoja. Një mbrëmje u kthye në shtëpi më herët se zakonisht, që në momentin që hyrje kuptova që diçka nuk shkonte. Nuk foli shumë, nuk hëngri darkë, thjesht shkoi në dhomë. Nuk doja të ndërhyrja, por instiktivisht ndjeva që kishte nevojë për dikë. Trokita në derën e tij. "I je mirë?" "Po, jam mirë," më ktheu, por fytyra tregonte të kundërtën. Hyr brenda, edhe unë u ula në karigen pranë tavolinës. Për disa minuta e heshtëm të dy, pastaj ai mori frymë dhe më tha: "U ndava me të dashurën." Mënyra si e tha më bëri të kuptoj menjëherë që nuk ishte një zënke zakonshme dhe duke i shkatruar emocionalisht. Më tregoi se kishin qenë bashkë prej disa vitesh dhe ai kishte menduar seriozisht atë lidhje. Por kohët e fundit gjërat ishin ftohur, debatet ishin shtuar dhe ajo kishte vendosur të jepte fund gjithçkaje. "Ndoshta problemi jam unë, ndoshta nuk di të mbaj askënd pranë," tha ai. Ajo fjali më preku shumë sepse nuk po shija më vetëm një djalë të ri që vuante për një ndarje, po shija dikë që kishte frikë nga braktisja dhe që po e mbante gjithmonë dhimbjen brenda vetes. Fillova t'i flas qetë, jo si dikush që donte të jepte leksione, por si një grua që kishte kaluar zhgënjime dhe që e dinte sa shumë mund të ndryshojë një ndarje. I thash që ndonjëherë njerëzit largohen jo sepse ti nuk vlen mjaftueshëm, por sepse rrugët nuk përputhen më. Nuk duhej ta shihte veten si dështim vetëm sepse dikush kishte zgjedhur të largohej. Ai më dëgjonte në heshtje dhe për herë të parë pash në sytë e tij një lloj qetësie. Që nga ajo natë filloi të afrohej akoma më shumë me mua. Nuk ishte më vetëm një marrëdhënie mirë familjare. Ai më kërkonte mendim për gjithçka, më tregonte çdo gjë që ndjente dhe shpesh më thoshte: "Ndije mirë kur flas me ty." Ngadal u bë personi me të cilin flisja më shumë gjatë gjithë ditës. Edhe unë fillova të mësohem me praninë e tij, prisja momentet kur do uleshim të bënim muhabet, kur do qeshnim për gjërat e vogla ose kur do pinim kafe bashkë në darkë. Një mbrëmje ndërsa po flisnim për gjëra të ndryshme në lidhje me mënyrën si njerëzit lëndojnë njëri tjetrin, ai më pa dhe më tha: "Po të kisha njohur një grua si ty më herët, ndoshta do isha shumë ndryshe sot." Në fillim qesha lehtë për ta kaluar situatën, por brenda meje diçka lëvizi. Mënyra si ma tha nuk ishte thjesht mirënjohje. Ishte se si ai më shikonte në ato momente dhe po fillonte të më vinte në siklet. Një siklet që nuk ishte krejtësisht i pafajshëm. Atë natë pasi u futa në dhomë për të fjetur, nuk po arria të qetësohesha. Mendja më rinte tek ai, tek afërsia që po krijoi mes nesh dhe tek fakti që po kalonim një vit shumë të rrezikshme emocionale. Pas asaj nate fillova ta shmang pak kontaktin me të. Jo sepse kishte ndodhur diçka konkrete mes nesh, por sepse ndjeja që marrëdhënia po hynte në një territor të rrezikshëm emocionalisht. Ishte ajo lloj afërsie që nuk lind papritur, por rritet ngadalë, derisa një ditë kupton që nuk është më normale. Mundoja të mbaja distancë, kur ai vinte të fliste në kuzhinë, gjeja justifikim për të ngritur. Kur më pyeste nëse do pinim kafe, i thoya që isha e lodhur dhe kisha punë. Por ai e kuptoi menjëherë dhe një mbrëmje më pyeti troç: "Pse po më shmang?" "Nuk po të shmang." "Po, e di unë pse," më tha. Kjo fjali më tensionoi shumë, sepse edhe unë e dija, por askush prej nesh nuk ishte guxuar ta thoshte me zë të lartë. Ai u afrua pak më pranë dhe vazhdoi: "Nuk kam dashur të ndodh kështu, por nuk mund të bëj sikur nuk ndjej gjë. Ti je gruaja e babait tim," më tha. "E di," ja ktheva dhe pikërisht ky është problemi. Ajo natë nuk përfundoi me ndonjë skenë dramatike, përkundrazi, ishim të dy të vetëdijshëm që ajo që po ndodhte ishte gabim dhe po luani me diçka që mund të shkatronte gjithçka. Por problemi ishte se ndjenjat nuk zhduken vetëm sepse i quan të gabuara. Ditët që pasuan u bën më të vështira. Tensioni mes nesh ndjej në çdo moment.
Mjaftonte një shikim i gjatë, një heshtje e çuditshme ose një bisedë pak më personale që gjithçka të bëhej rënd emocionalisht. Në mes të gjithë kësaj, burri im nuk kuptonte gjë. Ai vazhdonte rutinën e tij normale, ndërsa unë ndjesha çdo ditë më fajtore. Një mbrëmje ndodhi ajo që e dija se herët avon do ndodhte. Burri im ishte jashtë qytetit për punë dhe në shtëpi isha vetëm unë dhe ai. Kishte rënë shi gjithë darkën dhe drita tikën për disa minuta. Ulëm në sallon me vetëm një llampë të vogël emergjence e ndezur. Atmosfera ishte e rëndë, po flisnim për gjërat e zakonshme, për të dy ndjenim që mendja jon ishte diku tjetër. Në një moment ai më pa gjatë dhe tha: "Do doja mos të kisha njohur fare. Do doja të kisha njohur në një jetë tjetër, në një moment tjetër." Ajo fjali më goditi drejtë në zemër sepse ishte pikërisht ajo që edhe unë kisha filluar të mendoja në heshtje. Gjithsesi, kuptova që gjërat nuk mund të vazhdonin ashtu. Pas disa javësh tensioni dhe heshtje, vendosa të flas me burrin tim. Nuk hyra në detaje të panevojshme, por i tregova të vërtetën që martesa jon kishte kohë që ishte bosh dhe nuk isha më e lumtur. Ai e kuptoi më shumë se sa unë prisja, ndoshta sepse thellë brenda vetes se kishte ndjerë prej kohësh që diçka nuk shkonte. Ndonjëherë jeta të vendos përballa ndjenjave që ti nuk i planifikon kurrë. Sado që përpiqesh të luftosh, ato gjejnë një mënyrë për të dalë në sipërfaqe. Nuk jam krenare për gjithçka që ndodhi, por një gjë e di me siguri. Në fund, të dy u gjetëm te njëri tjetri në momentin kur kishim më shumë nevojë për dikë që të na kuptonte vërtet.